Iqballe, kujdes mikrofonin, publikohet video. Dyshohet se teologoja Huduti ka hyrë në Big Brother VIP Kosova. Një video që po qarkullon në TikTok ka ngritur dyshime se teologja Iqballe Huduti ka hyrë në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Në pamje shihen banorët të mbledhur në obor, ndërsa nga regjia dëgjohet një zë që thot: Iqballe, kujdes mikrofonin. Pas këtij momenti, disa prej banorëve reagojnë të habitur dhe dëgjohen duke thënë: Pas ka ardhur Iqbalja. Big VIP Albania ju ka njoftuar fiks një javë më parë për mungesën e saj në natë e parë të fillimit të Big Brother VIP Kosova edicioni 4. Gjithashtu një ditë më pas për reagimin e saj. Ja çfarë tha Iqbalja një javë më parë. A ke me shku në Big Brother VIP, flet Iqbalja. Pas anulimit të hyrjes së saj në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, e lidhur me gjendjen shëndetësore të bashkëshortit që vuan nga Parkinsoni, Iqballe Huduti ka reaguar për herë të parë, duke mos e përjashtuar mundësinë e futjes në forma. Në një video të postuar sonte, ku ajo trajton një temë rreth debatit për degenerimin në formatin Big Brother, një ndjekës e pyet drejt për drejt: A ki me shku tashtin e Big Brother VIP Kosova? Përgjigjja e Iqballe Hudutit, e bërë publike vetëm pak orë më parë, ishte shkurt dhe qartë: Nuk i dihet. Kjo deklarat vjen pasi produksioni njoftoi se u shfaqën pengesa familjare që e detyruan atë të anulohet. Megjithatë, ata theksuan se dera e shtëpisë mbetet e hapur për një hyrje të mundshme në të ardhmen. Një natë më parë, Big VIP Albania raportoi se Iqbalja nuk ishte u fut natën e parë në shtëpinë më të famshme në Kosovë, pasi bashkëshorti i saj ishte shtruar në spital. Ja çfarë deklaroi produksioni një natë më parë. Iqballe Huduti, e cila ishte një nga emrat më të përfolur për pjesëmarrjen në edicionin aktual të Big Brother, u detyrua të tërhiqej në moment të fundit për shkak të një situate të paparashikuar familjare. Bashkëshorti i saj u sëmur papritmas, një zhvillim që kërkonte praninë dhe mbështetjen e saj të menjëhershme, duke e detyruar të marrë vendimin e vështirë për të mos hyrë në shtëpinë më të famshme të Kosovës. Lajmi i tërheqjes ju komunikua publikut dhe produksionit ndërkohë që Iqballe ndodhej në rrugë drejt studios së spektaklit, duke krijuar një situatë të tensionuar dhe emocionalisht të ngarkuar, si për të ashtu edhe për fansat e saj që prisnin debutimin e saj. Produksioni i Big Brother nuk la pa u vënë re përgatitjet e bëra për të. Dhoma e veçantë që ishte krijuar posaçërisht për Iqballen tregon se përfshirja e saj në format ishte planifikuar që në fillim dhe se organizatorët e kishin para të si një pjesëmarrëse kyçe që do të sjellë emocione dhe dinamika të veçanta brenda shtëpisë. Huduti, nga ana e saj, duket e përqendruar në përmirësimin e situatës familjare dhe është vendosur të rikthehet në skenën e Big Brother sapo gjithçka të stabilizohet. Përveç sfidave të papritura, ajo ka marrë mbështetjen e fansave të saj, të cilët e presin me padurim rikthimin e saj në ekran. Edhe pse ende nuk ka një konfirmim zyrtar nga produksioni, pritshmëritë janë që Iqballe të shfaqet sërish në shtëpinë e Big Brother shumë shpejt. Publiku mbetet kurioz për mënyrën se si do të rrjedhë situata dhe si do të ndikojë kjo ndryshim në dinamikën e banorëve të tjerë, duke lënë një tension të dukshëm dhe pritshmëri të madhe për episodet në vazhdim. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.